Sa i rëndësishëm është leximi i librave tek fëmijët? Shpesh prindrit pyesin: a ka vlerë që po i lexoj libra fëmijës tim? A do i mbaj mend fëmia im gjithë këto libra? Apo më dëgjon fëmia kur unë po i lexoj? Nëse keni hezituar që t'i lexoni fëmijëve tuaj, mos hezitoni më. Edhe kur fëmijët në fakt janë në moshën që mund të lexojnë vetëm, kur ne ju lexojmë fëmijëve tanë, kjo ka një vlerë shumë të madhe. Kur ne ju lexojmë fëmijëve, i ndihmojmë që të rrisin përqendrimin, i ndihmojmë të bëhen dëgjues më të mirë. Kur fëmijët tanë na dëgjojnë ndërsa ne ju lexojmë një libër, i lejojmë ata që të zhvillojnë imagjinatën e tyre. Për të mos përmendur gjithashtu që leximi i librave tek fëmijët ndihmon shumë në zhvillimin gjuhësor dhe gjithashtu ju zgjeron fjalorin fëmijëve tanë. Të gjitha këto kanë një vlerë shumë të madhe në zhvillimin e fëmijëve dhe mbi të gjitha janë një bazë për të rritur lexues të vegjël që janë dashamirës të librit. Sa i rëndësishëm është bashkëpunimi mes profesionistëve të ndryshëm që punojnë me fëmijën tim. Nëse fëmia juaj është diagnostikuar me sindromën e autizmit, sindromën Down, ose thjesht me një vështirësi ose ngadalësim gjuhësor, gjasa ka që janë disa profesionistë që po bashkëpunojnë me ju dhe fëmijën tuaj. Për shembull, fëmia mund të ketë një logoped, mund të ketë një psikolog, gjithashtu mund të ketë një mësuese ndihmëse në ambientet shkollore. Por sa e rëndësishme është që këta profesionistë të mund të bashkëpunojnë. Nëse të gjithë profesionistët që punojnë me fëmijën tonë kanë një mundësi për të takuar njëri tjetrin, për të ndarë eksperiencat e tyre dhe për të bashkëpunuar, ne do të shohim një progres tek fëmijët tanë. Pasi çdo profesionist ka një eksperiencë të veçantë me fëmijën. Fëmia ndërvepron ndryshe me psikologun dhe ndryshe me logopeden. Por, kur logopedi, psikologu dhe mësues janë ndihmëse, takojnë me njëri tjetrin dhe ndihmojnë njëri tjetrin duke ndarë eksperiencat e tyre të veçanta, progresi do të shihet tek fëmia. Ndikon hiperaktiviteti në zhvillimin gjuhësor. Tani e dëgjojmë shpesh që fëmijët nganjëherë kanë një diagnozë hiperaktiviteti. Nuk është një diagnozë që jepet nga prindrit, është një diagnozë që jepet nga neuropediatri. Kur neuropediatri bën një vlerësim të fëmijës tuaj dhe thotë ky fëmijë ka hiperaktivitet, atëherë gjasa ka që hiperaktiviteti i fëmijës tuaj të ketë ndikuar në zhvillimin e tyre gjuhësor. Për shkak se hiperaktiviteti ndikon në mënyrën se si fëmia përqendrohet, në mënyrën se si fëmia asimilon gjuhën dhe gjithashtu në mënyrën se si fëmia prodhon gjuhën. Nëse fëmia nuk është i përqendruar, atëherë gjuha ndikohet. Por, nëse ju vini re shenjat e hiperaktivitetit në fëmijën tuaj dhe shkoni tek një neuropediatër dhe merrni këtë diagnozë, sa më herët të jetë e mundshme, aq më shpejt do të keni mundësi të ndihmoni fëmijën tuaj, duke ndryshuar mënyrën e mësimdhënies dhe të komunikimit dhe gjithashtu duke përfshirë materiale dhe profesionistë përkatës për t'i ardhur fëmijës në ndihmë.